Miqtë e mi, përshëndetje. Siç e shikoni, sot data 28 mars, kam ardhur të marr ca kalema, do të lëvizin në ca qytete e Shqipërisë, Kosovë dhe Maqedoni. Këto kalema i marr këtu tek parcelat e mia. Një parcel kam, po e kam për fatin e mirë vetëm në një vend. Edhe këtu marr kalemat që më duhen. Dhe tani edhe pak ditë, edhe njerë mund të marrë pas 10 dish dhe pastaj do mbushi frigoriferin në freski, sepse mund të shartojsh gjatë gjithë muajt prill deri më 15 maj. Nëse ke kalema gjendje, unë do t'ua tregoj disa marka që kam marrë sot këtu te Kara, dhe për ato maraklit që janë vërtet marakli, do t'ua tregoj një për një se çfarë marke janë dhe se ku duhen vënë. Pra, kjo është një qershi Terovi. Terovia është shumë e mirë, shumë kokër fort, është qershia e tretë që e përdorim ne, është e vonë. Ki është një lloj mani, nga ato si janë bon të gjithë të zinj, dhe kur ishim fëmijë ne me këtë u maskonim kur luanim luftë partizane, si që quanim, u bonim zi dhe nëna tona na qirtonin dhe na. Kjo është një qershi lule maj, kjo është gati ka shpërthi, po dhe pak ruaj. Kjo është një qershi sumit. Sumit është shumë e veçantë. Edhe kjo është një qershi dhe kjo ka shpërthi. Ne e quanim zemër, është tjetër, gjermanika, nuk i thonë të shi gjermanika, po ka qenë autoktone dhe tek ne gjithmonë. Kjo është një man italon e quajmë ne, kokër bardh i madh. Kjo këtu është po italian kokër madh, po i kuq. Këto janë kalema të një molle autoktone, si që quajmë ne, moll bahutje i thomi. Është shumë e mirë. Kjo është dardh, kjo është një dardh, e kam marrë dhe e kam shumuar nga katundët e epëra, bote kuqe, kokër madhe, shumë kokër madhe. Kjo është dardh dimëri, është shumë e mirë, piqet në fund tetorit mund ta vjelish këtë. Po për 10 ditë merr një pamje fantastike. Kjo është rrushi, siç e quajmë ne, pamit, bëhet roz, është ndër më të mirët për ushqim. Këto do t'i marr nesër ose pas nesër me vete në puk. Kjo është moll nga këto tipi i ri, si që i quajmë ne, Fuji. E kuqe, Fuji e kuqe. Fuji ka mbi 7-8 lloj molle, po kjo është Fuji e kuqe. Kjo është molla Ranet. Është ndër më të mirat që ka trek, që unë kam shumë nga këto në parcel, kam shumë nga këto, sepse është ajo që hes më mirë në dibër. Dhe kjo është molla e gurit, e quajmë ne, moll gjuri, ose guri, kurse kupton. Këta, këtu për fatin e mirë, i marr këtu në bashkë, e kam edhe si laborator këtu, marr kalemat e duhur dhe janë sigurt ato që marr. Edhe nuk kanë smundje, apo gjëra tjera, je 100% atë kalem që merr është ashtu si ti e don. Për gjithë maraklit, Turgjediku, respekte, ditë mbar e fundjavë të mbar për gjithë.